dashur bashkëdhetar, prej vitit 2018 deri në vitin 2020, për forcën e sigurisë të Kosovës, as 4 milion euro nuk i kanë dhënë qeveria e atëhershme për armatim e për municion. As 4 milion euro. Në mandatin ton, mbi 430 milion euro. Sepse të dashur bashkëdhetar, në atë qeverin para neve, në atë ish qeverin, ma shumë ka pas armatim e municion policia e Kosovës se sa ushtria e Kosovës. Bili a dini çfarë? Në atë kohë, ma shumë ka pas armatim e municion në për oda se në kazermat ushtrisë. E me qeverin ton, përveç se kemi drona Bayraktar TB2, drona Skydagger, drona Puma nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, përveç se do të bëjmë edhe helikopter Black Hawk, e do të vijë sistemi antitank Javelin, gjithashtu do të kemi edhe fabrik të municionit dhe fabrik për prodhimin e dronave made in Kosova.